Në shtëpi po zhvillohet një tjetër moment shumë interesant, pasi Mateo nis të mendoj seriozisht për një hap shumë të madh ndaj Brikena. Ai shprehet se ka shumë qejf t'i propozoj për martesë dhe fillon të imagjinojë në mendjen e tij se si mund ta realizojë këtë moment romantik dhe të veçantë. Për këtë ide, ai vendos të flasë dhe të ndajë mendimet e tij me Greta, duke kërkuar këshilla dhe mendime për mënyrën më të bukur për ta bërë surprizën. Mateo duket shumë i emocionuar teksa shpjegon se ndjenjat e tij për Brikenën janë bërë gjithnjë më të forta me kalimin e kohës. Ai tregon se marrëdhënia e tyre ka kaluar shumë momente, me ulje dhe ngritje, debate dhe pajtime, por pikërisht këto situata e kanë bërë të kuptojë se sa shumë e vlerëson praninë e saj në jetën e tij. Sipas tij, Brikena është një person shumë i rëndësishëm për të dhe ai ndjen se dëshiron ta ketë pranë gjithmonë. Në bisedën me Gretën, Mateo fillon të përfityrojë mënyra të ndryshme se si mund ta bëjë propozimin. Ai flet për një moment romantik, ndoshta një surprizë të papritur përpara gjithë banorëve, ose një gest simbolik që do të tregonte seriozitetin e ndjenjave të tij. Ai tregon se dëshiron që gjithçka të jetë perfekte dhe që Brikena të ndihet e veçantë në atë moment. Greta e dëgjon me vëmendje dhe i jep mendime të ndryshme, duke i thënë se një hap i tillë kërkon shumë siguri dhe duhet të vijë nga zemra. Ajo e pyet nëse është plotësisht i bindur për ndjenjat e tij dhe nëse mendon se edhe Brikena ndjen të njëjtën gjë. Mateo përgjigjet se ai beson tek lidhja e tyre dhe se ndjen një energji të veçantë sa herë që janë bashkë. Ai vazhdon të tregojë se shpesh e ka imagjinuar momentin kur do t'i kërkojë Brikenës të kalojnë jetën bashkë, duke menduar reagimin e saj, emocionet që do të përjetonin dhe mënyrën si do ta përjetonin këtë moment të gjithë në shtëpi. Mateo thotë se për të nuk është thjesht një lojë apo një veprim për vëmendje, por një ndjenjë e sinqertë që i ka lindur gjatë kohës që kanë kaluar së bashku. Ndërkohë, Greta përpiqet ta mbajë me këmbë në tokë, duke i sugjeruar të reflektojë mirë përpara se të marrë një vendim kaq të rëndësishëm. Ajo i thotë se marrëdhëniet brenda shtëpisë janë shpesh intensive dhe emocionet mund të jenë të forta për shkak të situatës së izolimit, ndaj ai duhet të jetë i sigurt për atë që ndjen. Mateo pranon këshillat e saj, por nuk e fsheh faktin se ideja për t'i propozuar Brikenës është gjithnjë më e fortë në mendjen e tij dhe se ndjen se ky mund të jetë momenti i duhur për ta bërë.